Parlamenti hapi dyert këtë të hënë me rastin e ditës e Europës. Nxënës nga shkollat të ndryshme të kryeqytetit si edhe nga qytetet të tjera vizituan sallën e seancave plenare. Por si e shohin fëmijët Europën dhe cili është koncepti i tyre për Bashkimin Evropian? Sot është dita 9 maj, dita ndërkombëtare e Europës. Çfarë kupton ti me Bashkimin Evropian? Bashkimi Evropian është një unitet i cili do na ndihmojë neve të vazhdojmë më shumë dhe të hedhim një hap para në të ardhmen. 9 maj është festa ndërkombëtare e Europës. Disa shtete mblidhen së bashku dhe janë një bashkësi, një grup i madh, në të cilin duam të futemi edhe ne Shqipëria. Për pak qaste ata ulën në karriget e deputetëve dhe ministrave, të emocionuar por edhe të drejtë për drejtë, ashtu sikur janë fëmijët, ata dhanë mendimet e tyre për deputetët, parlamentin, duke shprehur dhe ide se çfarë do të bënin nëse një ditë do të ishin në këto karrige. Si shikoni deputetët nga jashtë? Shpeshherë zihen me njëri tjetrin, debatojnë. Kjo është një turpërim për gjithë popullin shqiptar, por kështu janë dhe s'kem çfarë t'i bëjmë. Do i thotë të gjithë që të mbanin pastër mjedisin sepse mjedisi është vendi ku ne jetojmë. Faleminderit. Si ke emrin? Gjoku. Sa vjeç je? 4. E diti kush është kryetari i parlamentit? Si e ka emrin? Hilin Meta. Çfarë do ndryshonit në marrëdhëniet me shtetet e tjera? Do bëja që të ishin më të miqësuar njerëzit, se kanë dëgjuar që në disa vende që nuk po më kujtohen emrat, ka pasur përleshje për gjëra të vogla. Unë do kërkoja që gjelbërimi të shtojë sa më shumë, sepse kanë filluar që t'i presin shumë pyjet dhe me paksimin e pyjetjeve paksohet dhe oksigjeni. Nëse ju nesër do jeni një politikane e ardhshme dhe një ministre, çfarë do bënit për ekonominë shqiptare? Unë do t'i ndaja parat e çdo personi në Shqipëri me drejtësi. Si e mendon me drejtësi? Që jo dikush që unë e njoh dhe e kam mik të ketë më shumë se dikush tjetër që unë nuk e kam idem fare se kush është. Do të shikoja se çfarë mungon shkollave dhe nëse ka nevojë për më shumë ngroje ose çfarë do lloj gjëje. Ndërsa në librin e shënimeve, nxënësit kanë shkruar mbresat e tyre, të cilat ishin të larmishme. Mesazhet e tyre kanë të bëjnë me reformën në drejtësi për të mirën e kombit, kurse dikush tjetër i zhgënjur shpreson që një ditë politikanët të bëhen të denjë për këtë vend. Por nuk mungon simpatia për Sali Berishën dhe Edi Ramën, e shprehur kjo edhe me vizatime.